komplet popullata morrin informat nga mediat që për shkak të politikës erdhi një përleshje e një grupi të trive dhe ato ishin disa të lëndum dhe një ishte me lëndime serioze që dikur ma vonë ai dhe vdiq. Sa i përket kësaj çështjes në aspektin apo në kontekstin tim profesional, kisha me thonë se kur tash duhet me mendu mirë organet përgjegjëse në ndërrimin e kësaj deklarate, se nëse se fuqizohet dhe vërtetohet ndryshimi i deklaratës, që ajo e para ishte për shkak të politikës, dhe tani kjo e dyta se u ndrru në total dhe e vërteton hetuesi dhe procedohet procedura në gjykatë si jo e bazume në aspektin politik, që fillet ishin dhe informacioni ishte që problemi ndodhi për shkak të politikës. Tani në kontekstin tim profesional po them se më të vërtet ne si shoqëri nuk jemi të përgatitur mirë që ta zbërthejmë, të bëjmë punën si duhet si institucione që me shkakun kryesor, me treguesin kryesor të merremi dhe t'i japim edhe dënimin e merituar. Kështu që në këtë aspekt kjo është shumë e rëndësishme. Unë uroj që hetues pas këtyre deklaratave të shumta ta shqyrtojnë apo ta rishqyrtojnë edhe njëherë deklaratën e parë, e cila u dhanë fillim si përleshje me konotacion politik. Dhe si po ndodhin këto gjona që unë thash se në shoqërinë tonë po ndodhin gjërat cilat nuk kanë qenë më herët, na u bë si fenomen i një përditshmërie. Dhe kjo po ndodh me një rezultat shumë të rëndë për cilën tani të rinjët po përleshen dhe në përleshje të tilla dikush nuk e ka mirë pjesën e menaxhimit të agresivitetit dhe përdor mjetet të rrezikshme, armë ose edhe armë të ftofta të cilat janë përveç armës, ato sjellin sigurisht të individi dhe vdekjen. Këtu rol të rëndësishëm të këta të rinje, të këto grupe, që në këtë rast familja ose lagja është një familje ose një nacionaliteti rom. Me qenë se në ato lagje, sipas disa dhonave, shihet mirë se edhe shkollimi, arsimimi e gjithë atyre të rive nuk është në atë nivelin e kënaqshëm. Edukimi nuk është në nivelin e kënaqshëm. Është një thonjë që thuhet shkencërisht se baza materiale përcakton vetdijen shoqërore. Po megjithatë kur nuk ka bazë mirë materiale, sigurisht që përcaktimi i vetdijes, si tha kolegja që familja duhet fillimisht t'i zbërthej gjitha përgjegjësi detyrat e të rinjve apo fëmijëve në familje, por kur është në pikpyetje ekzistenca, kur është në pikpyetje mirëqenia, nuk vije fare në mundësi të kontaktit këtij komunikimit mirëfillt në familje. Kështu që këtu janë disa parakushte të cilat ne duhet t'i kemi parasysh se familja ai ka mirë të ndërtuara mirëqenien për me marrë në konsiderat për të bashkëbiseduar se të ketë një linjë të mirë komunikimin mes veti prind fëmijë. Këtu janë shumë faktorë, por megjithatë kisha me thonë që sigurisht që institucionet duhet ta kenë përgjegjësinë dhe rolin e vet edhe në këto raste që deklarata e parë të merret si bazë dhe t'i jepet verdikti në llogaridhënie atij që ishte tregues, që i motivoi dhe i ndryshoi mendimet e atyre dhe i bëri të fuqishëm dhe i manipuloi dhe pas këtyre gjërave të cilat të rinjët nuk kishin mundësi për t'i menaxhuar, erdhi në konsiderate dhe vdekja e atij të riu që me dhimbje, e tham, çdo vdekje është një dhimbje.